Pas një udhëtimi të suksesshëm në festivale ndërkombëtare, filmi Heshtja e Sirenave u shfaq edhe në Kosovë. Njëtën gradë. Dushme pas njerëz, mua ban shumë. Me regji të Gazmend Nela, ky projekt sjell në qendër historinë e një polici që gjendet mes betejës për drejtësi dhe përkushtim ndaj familjes së tij, një rrëfim prekës dhe aktual që pasqyron sfidat personale dhe profesionale në një shoqëri në tranzicion. Na veç punën tonë kemi kry. Përrym? A pra tregoni si po ndiheni pas një rrugtimi të suksesshëm në për festivale, si po ndiheni që tashmë është premiera edhe në Kosovë? Tash me thonë që nuk kam emocione, ose si me emocionu, nuk është e vërtet për shkak se kam. Edhe po vjen filmi ma në fund për publikun kosovar, publikun tonë, edhe të filmi është bo për këta. E di që filmi ka pas një sukses, një rrugtim, dhe përveç që kam emocione, jem shumë i kënaqur dhe shumë i lumtur që ma në fund nuk e shfaqe filmin para publikut kosovar, publikut tonë. Si mendoni që do e pret ndoshta publiku kosovar këtë film edhe temën që e trajton filmi? Po shpresoj me e prit mirë, edhe pse një test e kemi pas pak më herët në Prifilm Fest, edhe filmi është prit shumë mirë në Prifilm Fest, po shpresoj që po ajo ndjesi ose po ajo pozitivitet përcjell edhe tash në kinema. Si ka lindën ndoshta ideja e parë për këtë film ose ato skenaret e para dhe si lindi si ide për me realizu këtë film me këtë? Si ide nuk di, kjo është një pyetje thotë si lind ideja, po nuk di, ndoshta ideja më ka zgjedhur mua, jo një ide. Pse po them këtë, se për shkak gjatë procesit isha tu shuar një skenar prej tjetër, që s'ka lidhje me këtë skenar. Edhe lexoj disa lajme, disa kështu në për këto mediat sociale, edhe dikur është një temë e cila më ngulitet në kokë, cila ka të bëjë me filmin. Edhe dikur nuk më isha me hek prej kokës, edhe vendosi e luat skenarin tjetër edhe filloj me shkruaj këtë skenar. Ndoshta edhe kjo është ajo që diçka që ka filluar. Po ka njëherë nuk e kam gjetur një idenë, po ideja më ka zgjedhur mua. Për ata që ndoshta ende nuk kanë pas mundësi me pa filmin, fol pak për në pika të shkurta për temën e filmit edhe se si zhvillohet ngjarja. Tema e filmit është nëse bujmë ndoshta zhanër, është një zhanër dram, krim, i cili ka si temë ndoshta prek korrupsionin, po përveç korrupsionit më shumë prek edhe dramën sociale në familje, ku një person gjendet me një situatë ose me një kohë jo të duhur, me një vend duhur, edhe është ajo pyetja e cila lind të jesh apo të mos jesh. Edhe kjo është gjithë ajo fabula e filmit ku ndoshta mas miti kishin shikuesi morën e parë kinema. Si ka qenë ndoshta kjo përgjedhja e aktorëve ndoshta Sunaj Iraçi, a e keni pasi ndoshta si personazh që i shkon tamam këtij roli? Po Sunaj patjetër, se nuk e kisha përzgjedhur, kisha menduar se nuk e mundet me luajt rolin si duhet. Sunajin e njoh shumë herët, po unë nuk jo personalisht, po njoh si aktor, e kam parë shumë filma të tjerë, edhe përzgjedhja ka qenë padyshim nuk u menduar 2 herë. Për shkak role, për shkak bagazhit edhe për shkak atë kam thonë shumë herë, Sunaj ka një gamë të emocioneve shumë të madhe, do të prej asaj emocioneve të lumturisë deri te hidhnimi, edhe kjo i ka shkuar shumë personazhit të filmit, edhe për këtë arsye e kam pëlqyer. Edhe besoj që ka bërë një rol shumë të shkëlqyeshëm. Si do të vazhdojë ndoshta premiera e këtij filmi, a do të jetë edhe në vende të tjera? Filmi po për momentin është u shfaq në Prishtinë, Prizren, në njëjtën kohë, shpresoj me shfaq në Gjakov, ndoshta edhe në Pej, kurse në rajon premierën do të ketë në 15 maj në Maqedoni, në Cineplex Maqedonia, në Shkup dhe në Tiranë. Ndoshta presim edhe Austrinë dhe Zvicrën. Aktori i rolit kryesor Sunaj Iraçi u shpreh të jetë i lumtur për pjesëmarrjen në këtë projekt dhe theksoi rëndësinë që ka ky film për kinematografinë shqiptare. Interesimi është shumë i madh për kënaqësi kur kosovarët, në përgjithësi shqiptarët gjejnë kohën e tyre të çmuar me shpenzu këtu në kinema dhe ta suportojnë kinematografinë kosovare që ka shumë nevojë. Patjetër çdo rol mirret seriozisht, madje shumë seriozisht. I jepet shpirti aty për të realizuar një rol siç duhet. Kjo është një rol kryesor, është rol i cili jap shumë mundësi. Prandaj edhe jam përkushtuar shumë për me realizuar sa më mirë. Fjalën e fundit e jap publiku, se ne për ata kemi punuar filmin. Sa keni gjetë veten në këtë rol? E kam gjetë veten, unë kam kërkuar veten në këtij roli dhe si duket e kam gjetë.
Na tregoni çfarë duhet të prat publiku kosovar ndaj këtij filmi, çfarë teme trajton edhe sa mendoni që do të pritet? Tema është aktuale, korrupsioni, dramë familjare, e përditshmëria jonë, çka du me prit me pa një film edhe çdo film du me na shti me menu, për me ndryshue, për me reflektu, edhe mund ndje mirë. Si ka qenë ky bashkëpunimi i regjisorit, producentit, castingut të aktorëve, si ka qenë ky bashkëpunim? Bashkëpunimi ka qenë fantastik me regjisorin Gazmend Nela, është regjisor edhe skenarist ideal, gjithashtu edhe me producentin e filmit Valon Bajgora, po veçanërisht du me falenderu një aktor të ri, i cili gjithashtu ka shkëlqyer në rolin e tij në këtë film, që është Almir Suhodolli, dhe shpresoj shumë që ky do të jetë një nga yjet e arshëm të kinematografisë kosovare, e jo vetëm kosovare. Ndërkohë aktori Almir Suhodolli ndohu me publikun sfidat e shumta gjatë xhirimeve, duke nënvizuar për kushtimin e gjithë ekipit për të sjellë një vepër autentike dhe me peshë emocionale. Punim shumë mirë, më në fund erdhë koha me dhonë për publikun tonë, edhe veç po shpresoj që kam i pëlqyer filmi. Pas një rrugtimi të suksesshëm, çfarë mendoni që do e presin publikun kosovar ose ato komentat e publikut kosovar për filmin? Unë pres me pas debate mas filmit, që për mua është kryesore. Pres me pas pikpame ndryshme, qoftë dikush që pajtohet, qoftë komplimente, qoftë edhe kritika, janë mirë se ardhura për kretëve, kështu që hajde i ftoj krejt me pa filmin dhe mas të na diskutojmë. Ana, tregoni pak për rolin tuaj në film, si shkoi si rol edhe sa e gjatët ju vetën në rol? Roli u shumë i mirë, kom pas qef shumë me lujtë këtë rol, nuk u konë diçka shumë i vështirë, nuk u konë diçka jashta meje, u konë për një djallë të ri, që e bën një jetë thjesht edhe vish thjesht me një rast që i ndodh i ndryshon krejt jeta. Normal, e kom pas shumë atlet me ekipën që kom pas mrapa me mri deti rezultati i mirë. Edhe si ka qenë ky bashkëpunimi ndoshta me regjisorin, producentët dhe aktorët të tjerë? Tepër i mirë, tepër i lehtë. Kom harru që jam në set. Mu ka dorë këthesht si mu konë me një shtëpi edhe keti në gjë qash mirë, sa raporti u konë shumë i mirë, për një me kom harru që jam të gjiru. Filmi është gjiru edhe në kohë të pandemisë, sa ka qenë këto ndoshta sfida atë kohë? Ju konë këgja fundi i pandemisë që nuk është ka godit qatë shumë, po u konë këgja ftoftë. Nëse u ka pas një problem, u konë shumë ftoftë. Na kena gjiru në autostrada, sene ku ka fry shumë, kështë që për një me qaj u konë problemi kryesor teknik me thonë. Pas premierës në Prishtinë, heshtja e sirenave do të shfaqet edhe në qytete të tjera të Kosovës, me synimin për të vazhduar më tej në rajon dhe jashtë kufive.